Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, vazhdojmë edhe sot hadhim dritë mbi historinë e Musait dhe të Banu Israilëve. Treguam në bisedën e kaluar se Musai alayhi salatu wassalam, ndërkohë që Allahu i lartësuar po i fliste, i kërkoi të Madhit Zot që të mund ta shihte. Mirë po, Allahu i lartësuar, siç na bëhet me dije, ja bëri të qartë të dërguarit të tij se diçka e tillë ishte e pamundur në jetën e kësaj bote për çdo njeri. Prandaj, siç treguam kur ju shfaq malit, mali u thërmua dhe nga madhështia dhe njëkohësisht marrja e asaj çfarë pa, Musa alayhi salatu wasalam i rat fikët, i humbi ndjenjat. Mandej, Allahu i lartësuar na tregon se kur erdhi në vete, i dërguar i tij ju drejtua të Madhit Zot me këtë fjalë: Subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Larg çdo tmet e jeti o Allah, i lartësuar nga çdo emet jeti o Zot, unë kthehem tek ti me pendim, mbasi kërkova diçka e cila nuk mund të realizohet në jetën e kësaj bote, dhe jam i pari i atyre që besojnë bindshëm se ti nuk mund të shihesh në dynja. Në vazhdim, Allahu i lartësuar na tregon në surën Al-Araf se i drejtohet të dërguarit të tij, Musait alayhi salatu wasalam, me këtë fjalë: Ja Musa, inni stafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin. O Musa, unë të kam përzgjedhur ty në mesin e njerëzve të kohës tënde, duke ta zbritur shpalljen dhe duke të folur drejt për drejt, pa ndërmjetës. Prandaj, merre atë që të thash, merri porositë hyjnore dhe tregohu mirënjohës. Mufesirinët e Kur'anit thonë se Allahu i lartësuar i drejtohet të dërguarit të tij në këtë mënyrë që ta ngushëllojë dhe t'ia ngrohë zemrën. Domethënë, nëse nuk patë mundësi të më shohësh, dije se të kam ngritur në një pozitë të lartë. Askush në kohën tënde nuk e ka arritur një gradë të tillë. Unë po të zbres shpalljen dhe po të flas drejt për drejt. Me të vërtetë nuk mundet të më shohësh, ama ke arritur një pozitë të lakmueshme nga çdo njeri. Prandaj, merre atë që të thash dhe tregohu mirënjohës. Allahu i lartësuar i shpalos të dërguarit të tij edhe një nga ligjet që i ka vendosur për mbarvajtjen dhe për lumturinë e njerëzve në tokë, mirënjohjen karshi mirësive. Nuk ka dyshim se mirësia më e madhe e Madhit Zot është shpallja. Megjithatë, Allahu i lartësuar nëpërmjet historisë së Musait alayhi salatu wasalam na mëson edhe ne që e lexojmë një histori të tillë në Kur'anin famadh të tregohemi mirënjohës, karshi mirësive dhe begative të panumërta me të cilat Allahu i lartësuar na bekon çdo ditë. Pse vallë? Sepse Allahu e pëlqen mirënjohjen. Allahu e do mirënjohjen. Madje Allahu i lartësuar shpërblen shumë për atë i cili tregohet mirënjohës. E shpërblen shumë atë i cili tregohet mirënjohës. Jam kot, i Madhi Zot në Kur'anin famadh urdhëron dhe thotë: Inna Allaha la yarda li ibadihi al-kufr. Allahu i lartësuar nuk e pëlqen mosmirënjohjen e robërve të tij. Nga ana tjetër, i Madhi Zot në vazhdim na tregon se Allahu i lartësuar e pëlqen mirënjohjen e robërve të tij. Allahu e do mirënjohjen e robërve të tij. Inna Allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allahu nuk ka nevojë për ju. Megjithatë, Allahu nuk e pëlqen mosmirënjohjen e robërve të tij. Nga ana tjetër, i Madhi Zot e pëlqen që ti shprehni atij mirënjohje. Allahu i lartësuar i do ata të cilët e falenderojnë. Nëse Allahu i do, atëherë Allahu i shpërblen. Kot i Madhi Zot në Kur'anin famadh na bën me dije se shpërblimi i atyre që tregohen mirënjohës është i madh.
i shtohen begatit në jetën e kësaj bote, duke mos folur për ahiretin. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse falenderoni, Allahu kënaqet me ju. E nëse Allahu kënaqet, wala in shakartum la azidannakum. Nëse falenderoni, nëse tregoheni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj begatit e mia. Në vazhdim, i madhi Zot, duke hedhur dritë mbi historinë e të dërguarit të tij Musait alayhi salatu wassalam, urdhron edhe thot: "Wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay." Kështu ne i shkruam Musait alayhi salatu wassalam në pllaka, porosi, këshilla edhe shkoqitje për çdo gjë. Shpjegim për çdo gjë. Nëpërmjet këtij fragmenti nga ky ajet kuranor, Allahu i Lartësuar na bën me dije pozitën e madhe që ka Teurati, libri që Allahu i Lartësuar i zbriti Musait në mesin e librave qiellor. Allahu i Lartësuar na tregon se ky libër që ju zbrit Musait, ndryshe nga librat qiellor, është i shkruar nga i Madhi Zot. Wa katabna lahu, ne shkruam për të. Ku? Në alwah. Alwah në gjuhën arabe do thot një trup i ngurtë. Pra Teurati, siç thonë mufesirinët e Kuranit, mund të kenë qenë pllaka, pra Allahu i Lartësuar i ka shkruar porositë e tij hyjnore në pllaka prej guri ose në pllaka prej druri. E gjitha kjo në mënyrë që t'i rezistojnë kohës edhe të shërbejnë si mësim i vazhdueshëm për Benu Israilët, brez pas brezi ta trashëgojnë porosinë e bekuar të Madhin Zot. Brez pas brezi t'ua mësojnë Teuratin, sepse aty është drita, është udhëzimi, është mirësia e madhe që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka shkruar për Benu Israilët. Në vazhdim, Allahu i Lartësuar na tregon se i drejtohet Musas me këto fjalë: "Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin." Prandaj, merre këtë libër me forcë. Merre këtë libër me forcë. Çfarë nuk kupton fjala forcë në këtë ajet kuranor? Allahu i Lartësuar na bën me dije se i drejtohet Musas në këtë mënyrë, në mënyrë që Musai të tregoj që Musai të tregoj rigorozitet, seriozitet dhe përpikmëri në zbatimin e mësimeve dhe porosive hyjnore. Porositë të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon se ishin këshilla dhe shpjegim për çdo gjë. Këshillat, kanë thënë mufesirinët e Kuranit, se kanë të bëjnë me rregulla, me porosi hyjnore për pastrimin e zemrave dhe për mirësimin e lartësimin e shpirtrave të Benu Israilëve. Ndërsa nga ana tjetër, këto shpjegimet e përpikta kanë të bëjnë me ligjet e halalit dhe haramit, edhe me ligjet të cilat do të rregullonin marrëdhëniet ndërnjerëzore ndërmjet Benu Israilëve. Prandaj Allahu i Lartësuar e urdhëron të dërguarin e tij të tregojë seriozitet dhe përpikmëri, të tregojë vendosmëri në zbatimin e porosive dhe ligjeve të Teuratit. Mandej i thot: "Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha." Mandej urdhroje popullin tënd të zbatojë më të mirat prej tyre. Sa'urikum daral fasiqin. Mandej Allahu i Lartësuar e përmbyll porosinë e tij duke thënë se do t'ju tregoj, do t'u shpalosi edhe vendbanimin, fundin e njerëzve të prishur. Interesant është fakti se Allahu i Lartësuar në fillim e urdhëron Musa'n që tregoj seriozitet karshi shpalljes. Mandej e urdhëron që me seriozitet karshi shpalljes ta urdhëroj edhe popullin e tij. Pse thall? Për faktin se, si thot populli, fjalët pa vepra i merr era. Ashtu edhe Allahu i Lartësuar
nuk u dërgoi njerëzve vetëm shpallje hynore, por se i dërgoi edhe pejgamber i cili i përjetësonte porositë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar i drejtohet sahabeve të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nëpërmjet tyre edhe ne pasuesve të tij, duke na thënë se shembullin më të mirë e keni tek jeta të dërguarit. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembullin më të mirë, më të përkryer e keni të dërguarin e Allahut, për të cilin e shoqja e tij Aisha radhiyallahu anha thonte se ishte një Kur'an i cili lëviz në tokë. Me pak fjalë, një njeri i cili i përjetëson udhëzimet dhe porositë e Kur'anit në mënyrë që të jetë shëmbëltyr në mesin e njerëzve. Shëmbëltyra të tilla kërkohet të jenë edhe pasuesit e pejgamberëve. Jo kot Allahu i lartësuar në surën Fussilet urdhron dhe thot: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." A ka më mirë, ku ka më mirë se ai i cili i thret njerëzit për tek Allahu subhanahu wa taala, duke qenë punë mirë, mandej duke thënë se unë jam musliman. Allahu i lartësuar e ka paraprirë punën karshi fjalës, duke treguar se me të vërtetë një punë e mirë vlen më shumë tek njerëzit se sa 1000 fjalë. Puna, shembulli i mirë vlen më shumë se sa fjalët. Prandaj Allahu i lartësuar e urdhëron të dërguarin e tij ti praktikojë me seriozitet porositë dhe këshillat e të Madhit Zot, mandej e urdhëron që këto këshilla t'ia transmetojë edhe popullit të tij dhe t'i urdhërojë që t'i përmbahen me rigorozitet. Alus Allahu subhanahu wa ta'ala t'i bëjë dobishme këtë që tham, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.